Në Gostivar dje pam një shfaqje që do të mbetet në kujtesë. Politikan dhe funksionar bëjnë doli, pinë ujë para kamerave, thonë gëzuar dhe se uji është shumë i shishëm. Ka reaguar LSDM-ja duke shtuar se ende nuk ka një dokument zyrtar të publikuar që konfirmon se uji është i pastër dhe i sigurt për të pirë. Građanite na Gostivar imaju pravo da znat. Qytetarët e Gostivarit kanë të drejtë të dinë cili institucion e ka bërë analizën e ujit dhe cilët janë rezultatet, kush e ka nënshkruar raportin dhe kush me firmën e tij garanton se uji është i sigurt. Për shëndetin e njerëzve duhet të ketë analizë profesionale, dokument, nënshkrim dhe përgjegjësi. Qytetarët nuk kërkojnë dolli, kërkojnë ujë të pastër dhe garanci se ai është i sigurt. Bëhuni serioz të paktën një herë, publikojeni dokumentin. LSDM-ja përveç se vazhdimisht po dëshmojnë se përhapin gënjeshtra dhe panik te qytetarët, tashmë po tregojnë edhe çorientim të plot kundër përgjigjen nga VMRO DPMNE-ja. Partia në pushtet duke ironizuar thotë se kryetari Venko Filipçi, i cili së bashku me Zaevin ndodhet në Egje, do të ishte mirë të kthehet sa më shpejt sepse kanë filluar të shfaqen simptomat e para kur të godet dielli në kokë e kjo është çorientimi. Prvo, fakt je дека водата е безбедна за пиење во Gostivar. Së pari fakt është se uji në Gostivar është i sigurt për të pirë. Të gjitha institucionet kompetente brenda afatit të duhur kanë kryer të gjitha kontrollet e nevojshme dhe gjeu dëshmo se uji tashmë është i sigurt për konsum. Por LSDM-ja dhe pas këtij lajmi vazhdoi të flas kot dhe të kërkojë dokumenti. Në fund sot kemi vetëm një gjë për të thënë. Qytetarët janë të sigurt dhe uji për pije edhe në Gostivar është i sigurt. Kjo qeveri kujdeset për secilin qytetar. Uji në Gostivar është i sigurt për pije, deklaruan dje në konferencë për media nga Shtabi Kryesor për Menaxhimin e Krizave. Analizat laboratorike të kryera nga ana e Institutit të Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga ndërmarrja publike për ujësjellës dhe kanalizim në Shkup kanë konstatuar se uji në Gostivar është i pishëm, thanë nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari. Ata rekomandojnë qytetarët që uji të konsumohet racionalisht dhe para se të pihet të lihet të rrjedh disa sekonda nga rubineti për konsum. Pasi Shtabi i Krizës publikoi se uji në Gostivar është i sigurt, të gjithë të pranishmit pinë nga një gotë ujë për të dëshmuar se mund të përdoret për pije.